Pas humbjes me Elbasanin, të shtunën Vllaznia kthehet sërish në fushë, këtë herë ndaj Bylisit. Në prag të këtij dueli, mbrojtësi i Vllaznisë Denis Gurishta doli në konferencën e zakonshme për shtyp ku foli për gjendjen e skuadrës pas dy humbjeve radhazi në kupë e kampionat. Zëvendës kapiteni premtoi se në këtë ndeshje do të rikthehen tek fitoria. Normalisht nuk është momenti më i mirë sepse një harë kohor të një javet ardhën dy humbje, si eliminimi me Dinamon edhe humbja me Elbasanin. Dhe mund të ndikojnë tek pjesa psikologjike, por gjithsesi jena mundu me lan pas këtë humbje dhe më fokusu te ndeshjet e radhës, sepse e dim që asnjë s'ka marrë, jena në lojë fuqishëm dhe duhet që me domos të marrim 3 pikë ditën e nesërme që të rikthejmë moralin dhe të kthejmë entuziazmin tek ekipi. Të them vërtetën, këto janë ndeshje që detajët bëjnë diferencën. Ndeshja me Dinamon ishte ndeshje ndoshta për barazim ndër shtesës. Ekipi që do të gabonte më pak do të fitonte, ndodhi një gabim i Joni, një mungesë vendosit në ato momente, ardhi dhe goli Dinamos dhe u eliminume. Ndërsa ndeshja me Elbasanin e kishim përgatitur besoj mënyrën e duhur, ta e filluam me mënyrën e duhur. Vetëm ato momentet e para na mungoi vetëm goli dhe po shikosh vetëm në rast që po atë Elbasani ardhi goli tyne. Pastaj normalisht ndeshja merr rrjedh tjetër, sepse po shkoni 1-0 për ne do kishte krejt rrjedh tjetër. Gjithsesi ajo ndeshje iku, duhet ta harrojmë sa më shpejt, sepse po shikosh atë statistikat, kemi luajtur shumë më mirë, kemi bërë 23 gjujtje në port, ndërsa kundërshtari ka bërë 4 gjujtje dhe ka shënuar 3 gola. Ndërsa ne 23 gjujtje dhe kemi shënuar vetëm 1 gol. Gjithsesi nuk ka vend për zhgënjim, nuk ka vend për mërzitje, sepse kemi 3 ndeshje në një harë kohor të një javet dhe pastaj kemi edhe Final Fourin. Nëse ne shikojmë ballshin në tabelë klasifikimit, kemi bërë gabimin më të madh, sepse edhe përvoja jame në tanta vite, eksperjenca jame në tanta vite ka treguar që ato ekipe që janë në poshtë tabelës së renditjes dhe që shikojnë si letra në letër, nëse nuk ke vlerësimin maksimal ose nëse nuk ke përqendrimin dhe seriozitetin e duhur gjatë ndeshjes, ato ndeshje bëhen shumë vështira. Mendoj se ballshi meriton vlerësim maksimal, sepse ka lojtarë cilësor brenda ekipit saj që mundën me të bëj dëm çdo moment, por për ne nesër është i vlefshëm 3 pikë që duhet ta marrim me çdo kusht 3 pikë. Për Gurishtën, Vllaznia është e vetme në këtë kampionat pa aleat dhe me futboll të pastër. Lëshimi i Kreut sipas tij është vetëm momental pasi në javët e mbetura jo vetëm do të kthehen në krye të tabelës, por do të luftojnë deri në fund për titullin kampion. Që nga fillimi i kampionatit deri tani kemi luajtur vetëm, do të vazhdojmë të lozim vetëm. Nëse do meritojnë titullin kampion, do ta marrin titullin kampion. Pa i thënë faleminderas asnjë ekipi, sepse ne jemi vetëm fushën e lojës dhe për gjatë gjithë sezonit mendoj se kemi merituar që të jemi në krye tabelës, sepse kemi qenë shumicën e kohës në krye tabelës. Ndoshta herë pas here për gabimet tona apo për mungesë përqendrimit e kemi humbur vendin e parë, por gjithsesi jemi në lojë për vendin e parë. S'na interesojnë ekipet e tjera, s'na interesojnë nëse ekipet e tjera bëjnë llogari. Ne jemi në lojë për 9 pikë dhe nëse i marrim të 9 pikë, jam i sigurt që do të jena në vendin e parë dhe shkojmë në Final Four me një motivim krejt tjetër dhe me një moral krejt tjetër. Ndeshja me Bylisin konsiderohet si shumë e rëndësishme jo vetëm për pikët, por edhe për moralin e shkodranëve, prandaj kërkohet mbështetja e tifozërisë deri në fund.